Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban arrestuan flagrancë një shtetas 58 vjeç banues ullor pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë policia bën me dije se janë referuar në prokurori materialet dhe ka nisur procedimin penal për një shtetas 34 vjeç banues ullor pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë i Mar referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin penal për një shtetas pasi dyshohet se e ka prerë disa pemë ulliri në një sipërfaqe toke, për pronësinë e të cilit është në proces gjyqësor, po ashtu një 54 vjeçar për veprën penale ndërtimi pa lishëm. Policia bën me dije po ashtu se specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Sarand shpallën në kërkim një 54 vjeçar banues në Ksamil për veprën penale ndërtimi pa lishëm, ndërsa po punohet për kapjen e 54 vjeçarit. Ndërsa specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori për vlerësim për disa shtetas, një 24 vjeçar, një 23 vjeçar, një tjetër 24 vjeçar, të cilët janë konfliktuar me njëri tjetrin në lagjën Ujë Ftohtë në Vlorë, me një shtetas 46 vjeç dhe një 24 vjeç, të cilët janë konfliktuar verbalisht po ashtu me njëri tjetrin për motive të dobta në lagjën Isa Boletini. Policia bën me dije se materialet procedurale janë referuar për gjitha ngjarjet në prokurorit kompetente për veprime të mëtejshme.